Jashtë jeta jone, që 15 vite. Edhe menoj edhe pak vite e mu këthy për gjithmonë Kosovë. Koha ka ndryshu, gjeneratat ka ndryshu shumë, e këto trejat më duke s'po përshtatën me të vjetrat edhe që ati volin problemi. Me bashkëshortin me mësit, shumë është ma mirë, probleme ka ma pak. Po pse ja? Të parit e tonë, qysh ja kanë bo? Bon edhe këto gjeneratat e reja, edhe pse pja mërmenja që po din ma mirë e ma shumë, po bon edhe sot, pse ja? Dikush do t'nja nisë. Jashtë jeta jone. Jetoni jashtë, cilin vend jetoni jashtë? Francë. E çfarë do të maknena? Sa vite në Francë jetoni? Që 15 vite. 15 vite. A i mërzit këto 15 vite në Francë? Mi kalu 15 vite në Francë. Jo që janë pak. Kur t'jesh e re ka përcen, po kur vjen pak për i pleqni është ma vështirë. Se e plak hala. Jo, ama kur t'i bësh dhe vite është ma vështirë. Andëgan, sa fëmi keni? 3. Djem, vajza? Derit. Një vajzë 2 djemë. Vajza në pas ke para hasret. Po. Këtë që ashtu si para hasret që ki? Qashtu është. Që vajza tanë ma shumë për bërinë bajnë. Qysh po do këto po flitet po? Po, për ty. Unë një herë i kam 3 të shpia, s'kam shumë diferencë. Aski diferencë. Jo, një herë për një herë ja. Në rregull jam. Se po dallim me fëmijëve, kohët fundit shumë me vajza, djemve. Vallaj nuk i di, unë e fort me këto sene nuk mirëna, se familjen e kam mirë, në rregull, një herë se kam atë problem, edhe fort se bisedaj. A i shoh fort që janë kuhën në këtë drejtim. Në kohën? Nuk. Të prindë që s'po din me mbajt mirë, apo fëmija? Koha ka ndryshu, gjeneratat ka ndryshu shumë, e këto trejat më duke s'po përshtatën me të vjetrat edhe që ati volin problemi. Të përshtatën me tjetër, da? As një troheq. Ja nuk po përshtatën. Njeri kur të është i mirë do të më përshtat me të ana gjeneratat. Nesh me fëmi, nesh me plesh, nesh me tri, po sot ashtu s'fja bojnë, edhe për shata po lindin probleme. E ndërme, këto. Urna. Që të këshilla ju sinon, që e keni do fëmive të që tash për jetë i shërbejnë. Fëmive, ja vjeja për këshillën mas falim pas respekt, ndaj prenve sidomos, ndaj tërë familjes e ndaj çdo personi që ta kam pa marrë parasysh ku. Respekt, edhe me pas pak marrë ma shumë. Respekti, mbi të gjitha respekti. Që kjo marrë më duket kohët fundit është humbë shumë. Po thojnë qashtu, nuk e di. Po masi shumica po thojnë edhe qashtu edhe është. Qashtu edhe është. Po respekt, veç respekt me pas edhe dashni tjera të vinë këtë vetë. Me bashkëshortin, si një njoftu? Me bashkëshortin me mësit. Me mësit. Mësit ma kanë gjetë, jena martë, si këty në herë. Ma mirë është. Ma mirë ka qenë, a? Shumë është ma mirë. Shumë është ma mirë. Probleme ka ma pak. Që një jetë ma të mira me mësit. Por në? Një jetë ma të mira me mësit. Menoj që po. Menoj që po. To sa ke pas vështirë kur e ke pa për e të parë, kur e martu? E kom pas pak vështirë, po me ko, jam adaptu, dhe është super mirë bile. Super mirë. E i kem që 30 vite jetojmë bashkë, super. E kështë e preferu fëmijëve këto me mësit, janë Po njoftu. pse ja? Po pse ja? Të parit e tonë, qysh ja kanë bo? Bon edhe këto gjeneratat e reja, edhe pse pja mërmenja që po din ma mirë e ma shumë, po bon edhe sot, pse ja? Dikush do t'nja nisë. A ke diskutu me fëmijë këto, a pranojnë? Po. Bash, jo, që bash dje kom thirë djallin, i thash qështu për një nuse, po, ma më tha këqër. Po, pse jo? Tradicional tamam. Po mundohemi me majtë qashtu, po mundohemi. Me tu jashtë tash është vështirë edhe me rritë fëmin. Vështirë është. Po më duket ma vështirë orë në Kosovë se jashtë, për momentin. Se më do ma vështirë në Kosovë? Se kur po vijone me fëmija me shumë po qëtitën këto. Po habiten me sjellet e rinistë këtuhit. Nuk po përshtatën qysh duhet. Nuk menoj njëjtë. Vesha, mothja, dalja. Çto sa? Të mothja, atje, a kanë veshë ma ndryshë? Shumë ma ndryshe. Shumë ma ndryshe se në Kosovë. Fëmija atje dihet që është të shkon shkollë dhe po shkon shkollë. Dihet që është të shkon punë bazë veshjes edhe din edhe ku po shkon. E këtë s'mënësh me dit, a është të shkon shkolla, a është të shkon puna, a të bënë, jo. Të shirë me ndryshu këto? Me ndryshu, rinia ma shumë respekt, edhe ma pak vrasje me pas, si mrena 3 ditëve që jem Kosovë, gjithë të vrasje kjo është merë, me pas frikë me dalë deri diko. Kjo është merë shumë i madhë.
Mos me pas respekt, s'ki respekt, dashni, e keqja nuk vjen. E keqja me respektu njëri tjetrin, pa më parasysh se çka është, qysh është, a është i pasën, a është i varfën, a është i mirë, a është i keq, respekti veç. Respektin Kosovë, apo e qenë kur janë, apo të respektojnë njerëz? Do po, do ju, varet. Po tash unë jam një njeri që për shtat nga ka laj, kur të shoh që me dikën s'po më shkon e la krejt edhe ma mirë s'është. A ka dikush që kanë ndihmuar edhe ta kanë kthy me të keq, do të thotë s'kan. Shumë. Shumë. Po unë apet s'nalna një maj, sa të maj. Sa të maj një maj. S'u bëm problem heq mua. A je pishman sot që kanë ndihmuar aty? Jo, as pak. As pak heq. Ja, kur s'bona pishman. Edhe apet nesër me pas nevojë për mua një maj. Ja, s'jam pishman. Edhe s'bona kur. Një punë kur të bëj si bi pishman. S'ka shans mira pishman heq. Grua fort, një shembull shumë i mirë, më pëlqen shumë. Faleminderit. Unë po du një mesazh gjitha grave, gjitha nanave, t'ja jep ju si grua. Një mesazh për gjitha nanat, gjitha grave respektoni njëna me tjetrën. Dunu sa ma shumë njëna me tjetrën edhe lene xhelozi nanash. Se xhelozia s'çan as. Çka është mesazhi im i fundit. Në Kosovë, a kështë e pranu me jetu? Edhe menoj edhe pak vite e mu kthy për gjithmonë në Kosovë. Shumica e thonë kthehem në Kosovë. Po, unë e kam u kthy. Unë veç derisa e kam pak problem derisa ta martaj fëmin, ça ditë që ti martaj fëmin ti rahatoj unë kthejna në Kosovë. S'thom që kthejna, s'shkoj kur, po një kohë ma gjatë kom me qu në Kosovë. Se kur ti martoni bashkëmin, më rehatu me orë në Kosovë. Po atëherë kam pak ma pak gojle, e di që janë se cili me familjet vetë edhe le ta vazhdojnë jetën e vetë. Se unë që kom bo. Qështu? Ishte shumë kënaqësi, uroj të kaloni mirë në Kosovë.